E të lumit. Të më sillni të gjallë. Erdi kohë të mdajni, merë e thesarin dhe ikë. Jo. Do të qëndroj ju. Ik ti. Bëj si të thonë. Kjo është uri i qarkorit. Bi vllazërin tonë që ndronë të tyra. Ti i ke qartë të gjitha. Tako kiqon. A i ka marrë njoftim e po të pret. Nuk mundet le vetëm. Nuk mundem. Ti i duhesh me shumë luftë së gajo. Zito, që manët po vinë. Për mua mos u bëj marak. Unë do t'i mbaj me zjarë në këtë bregorën tu, pastaj do fshem të skava shqiponjës. Si të qoftë. Merë këtë flamur. Po ti shke kështu. Asgjë më rëndësi. Nuk mundem, Tomar. Nuk mundem. Kjo është urdhër. Është urdhër gajo. Tomori. Shokët e celulës sa kanë lënë besë. Është gjaku dhe djersa e popullit. Ja dhe flamuri Tomorit.
Jo. Këtu nuk është vendi përshtatshëm. Është shumë larg. As këtu nuk është vendi i sigurt. Mallin e djalit. Ai nuk e thot. Po unë e di sa uri ka. Për 2 ushtarak të rrahjut të pushkatohen 20 vet. Po, more vesh gjithi? E gjakosëm Gjermane, në qafën e shkëmbive, vranë dy oficerën vetur dhe zbuluan se si të madhe Floririn se dilet makinës. Hase doli. Ignore, mos prisni kot! Këtu po bëhet qameti kurse ju kërkoni punë. Ignore, këputin qapën. Ora! Timoni lëvizjen nacional qerimtare. Timoni lëvizjen. Kush ishte ai? Kush? Ai që të puthi dorën pra? Baba im ishte. Po pse nuk dha asgjë? Mi ka dhënë që në shtëpi më pse çaketi. Po mirë, nuk thash gjë që ti të mërzitesh. Baba! Po ti çdo këtuar. Do të ndihmoj baba. Ik po them, mos më lodh më shumë.
Çfarë ke ndërmend bësh? Kështu mund ta kemi më të lehtë. Po djalin ku e ke? Pse? Nuk ka ardhur akoma. Do ketë shkuar prap tek depo e gjermanëve. Ka shkuar në zonën e minuar për patate. Se më bere këtë. Më falë, që sot t'i gjëra fjalën tënde. Por nuk e dëroj atë. Ti ke drejti që në ka. Po ja ku me I vogël më rëpirë. Po më mbash me bukë mua. Po falë, kush më morë mua? Do marrë doktori. E po bëj dërma nuk I që se djali nuk është mirë. Kush më mori? Nuk ka shurdh më të madh se ai që nuk do të dëgjoj. Duhet vesh mathje për partizanët. Do në porositur 400 palë këpuce dhe 200 palë qora peleshi. O ka qo, mire këti më gjani vlajt po duhen të verë Florint. Gjermani po bën batërdi në pastisi. Në bankës vemi do se do krijojmë dyshime. Si t'ja ben? Po të gjejmë zgjidhjen.
Me anë ati spicerit që e ka dyqanin rrugën mbretërore. Luaj me shokët. Dimër si vjeqëm shumë i keqë. Hajde miru bafshë. Tek e fashizmit. Lili po. Nano. Shht. Më dhëm koka mi. Zoti Mihal, se mos ta merr në qaf me Gjermanin. Marr vetëm i qaf, zoti Turhan. Hiç mos u bëj merak. I hëngsh me shëndet. Mirë dita, zoti Mihal. Mirdita, si e ke hallin, ke nevoj për ndonjë ilaç? Kam një hall tjetër. Po duhet të mbetet midis nesh. Me sa e thyen Floririn sot? Floririn? Po, për Flori e ke fjallën. Unë nuk merren fare me ato punë. Janë gjëra me zarar. Gjermani po shkuldynjan që t'i gjej. Ikore, zotri. E di, po zotrot e merresh me ato punë. Prandaj erdha të më thyje sa verdhushka. Si ati i dolli pak më parë. Ku i ke gjetur gjithë të para? Numëroj mirë e mi kthen letër. $195. 200. 195. 200. Numëroj mirë mos më sërollat mua. Po që nge drejtire? E pra, kështu nuk të mbush më një fare. Edhe ki kujdes. Mos e dridh bishtin se... Dhe ke fashizmit. Urdhri i qarkorit. Unë duhet të dal malit. Tani e tutje ke të bësh me këtë. Liman e ka emrin. Ju të gjithë po dilni malit. Kurse unë mbeta këtu. Me këto defterat. Mos u çuditni ndonjë ditë kur nuk do të më gjeni. Djali si do bëk? Mos ma këmbej mua betin mua. Nuk qëndroj dot me. Pse... Pak të duket e që ke bërë? Nuk ka nevoj. Kur i ke numëruar ti, i ka numëruar edhe unë. Mirë, shkruaj atë. Mora nga thesari i qarkorit të partisë. 540 Napolona. Për blerje. Për blerje dhe shmatish për brigadën. 5/2/1924. Me veshin e peshkatarit nuk bie në sy fare. Po djalin sikur nuk e ke mirë. Kam sjell një dorë miell edhe ca ushqime. Bëj një valanik të mirë sot. Një gjëna që nuk do të ham dhe ne. Po të kesh nevojë për mjek apo do një gjë tjetër më thuaj. Faleminderit, pas kam nevojë për asgjë. Peshku që zemë sjell sa të ardhur. Baftaira i shoku i fëmirisë që më lanë këtë barak, se s'di ku do të mblidhesha me gruan e me djalin.
keqen. Jo, no. Të mos ta ngasi do ta ha babi. Shpirtin. Ka partizan këtu? S'ka. Ka apo nuk ka? S'ka. Par. Thes. Ka? Ka. Ku është? Ku është? Hajde trego ku është. Hec! Ja tek është. Çfarë janë këto? Thas, zotëri. Doli, djalin, ku ma shpini djalin? Lidheni. Nano. Kështu mund të tërheqë vëmendjen. Ky këlish I vogël do të sjellë ariun e madh. Ja tek është! Kërkon të marri barkën! Ka veni! Mos e lini tik! Shpejt! Ky është një ujk I majnë. Floriri ti nuk duhet të tretet në dhe. Më vonë. Ajnë moment, vite. Ku është thesari? Çfarë thesari? Do ish më mirë për ne dy që ta lëmë për më vonë këtë punë. Ndryshe ju mbasim gjitha. Rrini prap. Baba. Gjani, babet. Do. Na humbe kohën kot. Të lutem, më lër mua këtë njeri. Në qoftë se ka budalejnë që e hedhin Floririn sa ndej këtej, do të qëndet një manqur që ti ti mbledh. Do të qijemi përsëri. O, Sofi, dëgjon muj.
mos ke fshehur gjë ti? Pse? Kishe gjë për të Ti fshehur? ke fshehur ti. Bashkë me këtë velanikun e nënës. Na, këta do të marrë. Këta do të marrë. Dhe tani t'i gjë. Me vendim të qarkorit të partisë, Spiceri është dënuar me vdekje. Gëzofsh, gjani babait. Na ti po çik mostaqe. Sikur ta dinte djali se flinte me qypin me Flori, nuk do ta zinte gjumi kurrë. Do t'i dukej vetja si ai djali vogël i prallës. Kush e di çfarë ëndra do të shihte. A sa për ëndrat nuk i kanë munguar kurrë. Ai e ka përftuar në 100 mënyra këtë ditë lirie. Herë si prallë, edhe herë si të vërtetë. Edhe ne me zi e kemi pritur këtë ditë, si fëmijët. Ma në duart për matrapikun. Do shkoj të pyes njerë në minierë se kur do të filloj puna. Kiço, do pyesish edhe për thesarin, e? Do të pyes pasi. Pse pak të duke ty? Tani që lufta mbaroi, dikush duhet merret me këto punë. Si kur të ikë një pa i dorëzuar. Kush e di që do të mendonin shokët për mua? Ata do të mendojnë vetëm të vërtetën. Po me që ti ke amanet shko një herë në bank. Ati kush e di të sqarojnë? E di që nuk e ke keq ti, Sofi. A? Po të kam të mençme. Të kam trim. Ira! Kam xhamel ty në në dhe ti baba. Në asnjë mënyrë, është mos e në rregull. Urdhëroj. Ju vesho? Desha të dorëzoj disa florin. Njerëzit që kanë lëshuar këto firma, më falni. Nuk e kanë obliguar firmën tek ne. Ju lutem të më kuptoni, janë persona që nuk njihen, jo zyrtar. Shkoni në qendrën e punës dhe vërtetoni, ashtu dhe mund t'i marrim dorëzim. Po ata s'kanë qenë asnjëherë minator. Ç'vërtetim të marrun për ata në qendrën e punës. Po s'kemi si e bëjmë ndryshe apo jo? Kemi si me bëjmë ndryshe. Mori zotni. Pardon, më falni. Si nuk më dëgjove një herë, mori njëri. Vetëm flete nuk merr. Ç'persona zyrtar? Ky këtu ka qenë liman, që ka firmosur këtu. U vra 3 muaj para se të çliroheshim. Ky ka qenë Tomori, që e vran Gjermanën para ca kohe. Ky këtu ka qenë shoku Selim, që vazhdon të luftojë akoma në Kosovë. Kurse ky, as këta nuk e njihni. As firmën e shokut Gaço nuk e njihni. Nuk e njihni. Po punë e madhe. Do t'i njihni kur të kthehen. Nuk di që të them. Sa për 29 në palonat, ruaj derisa të bëhet ndrimi paras. Si theore? Për këm më merr ti mua? Mos jam unë ai Miu Mihal? Ai Spiceri i rrugës mbretërore? Ku është komisari? Nuk është këtu. Do ta pres. Nuk njeni firmën e shokut Gaço. Kiço, si vajti puna sot? Edhe sot nuk u bëgje. Njerëzit tani e kanë mendjen tek hallet më të mëdha. Kur të mbarojnë këto, me siguri do të kujtohen edhe për këtë shqetësimin ton. Ose nuk do të kujtohen fare. Lufta pati gjëra të mëdha. E kujti vetë mendja tek ato pak gjëra që kanë mbetur tek ne. E di ç'ke ti Kiço? Ti shko një herë në minjer. Për të tjerat mos u bëj merak fare.
Se desharova. Duhet zëna dhe qatia. Mbrëm tër natë na shurdhuan llamarina duke kërcitur. Djali nuk ka vënë gjumë në sy. E di çfarë më dhem më shumë, Sofi? Që asnjëri nga të dy që e di këtë pasuri nuk po vjen. As shoku Gaxho, as Selimi. Kur Selimani u vra. Me këtë merrem vesh. E që të themë ty, Kiqo? Duhet qetësohesh tani. Kam lajme të mira për ty. Ma thanë shokët e tu. Çfarë lajmi? Pas nesër duhet nisesh për minjerë. Ka filluar puna për zhbllokimin e galerisë. Vërtet, nëno? Vërtet, vërtet. Sofi, vërtet e ke? Vërtet, Kiqo. Po më përpara duhet të rregullosh qatin, ha? Tër natën djali nuk ka vënë gjumë në sy. Që pak virë më pyeste se kush trokiste në për llamarinat. S'ka gjë, nëno. Mjafton babait të punoj. Tani po rregullojmë. O baba, Gjani babaj. halo dhe këtë. E di Sofi? Kam një mendim. Çfarë? E di çfarë? Do të kërkoj edhe njerë, pasaj do të shkoj në galeri. Kë do kërkosh? Të katërtin. Barutin. Cilin? Barutin. Më kujtohet fare mirë. Të gjithë e thrisin Baruti. Yra! Kështu pra shok, të prendën orën 6 në mbledhje. Përpiquni që pjesëmarrjet i dhe plot. Gjithë fëmijërat miru pafshi. Një tjetër. Po ku je bre Kiqo? Si të kam? Mirë. Si je njërë mirë? Mirë. Me njohë, he? Po si është të njohë, ti ke patur gjithë thesar gjatë luftës. Po që kemi? Kam ardhur për një hall. Hall? Më kanë mbetur edhe 29 Napolona nga Thesari. Po s'di ku t'i shpije. Nesër do të filloj punë në minierë. Po nuk më bëhet ti i ki pa i dorëzuar. E di çfarë po mendoja Kiqo? Thesari vërtet nuk janë ato verdhushka. Thesari vërtet je ti Kiqo. Janë zemrat e thjeshta njerëzore që rrajnë ndershmërisht në çdo çast dhe që nuk kursyen as gjakun për të ardhur liria. Po tjetër shkem një. Mirë. Nga shtëpia mirë ke Mirë, gjithë. ja, me këtë hallin e punës. Do të rregullohet dhe. E pa vash avash. Kështu po. Tani mund të filloj punë një qetë. O baba, shiko sa bukur valon flamuri. Ashtu berë. Dhe mos haro kurse në luftë. Gjeje me shtrenjtë është gjaku i shokëve.